Venetik, si shikoni rolin e Dritan Goxhait në këtë protestë? A mund të jetë ai një element ose lider i kësaj proteste, apo nuk i ka ato cilësi, pavarësisht se është atakuar edhe nga kryeministri Edi Rama, duke cilësuar si agent të Iranit? Po, unë Dritanin e kam ndjekur dhe më përpara, e përgëzoj për guximin që ka si atletashtë dhe si patriot, por atë që dua të them në ndërhyrjen e tij të parë dhe kur doli që nxori një sër pikash dhe me keqja më e madhe është se kur doli në një media dhe tha që ky ikën me plumb. Sigurisht që dhe unë jam që këtë ta heqim një orë më parë, por jo në mënyrë brutale, sepse tek e fundit fare çdo njeri ka të drejtën të jetojë aq sa ja ka dhënë Zoti dhe nuk mund t'ja vendosim neve ditët e jetës. Për sa përket Dritan Goxhait në pjesëmarrjen e tij në këtë protestë, unë di të them që Dritan Goxhai disa mendje mykur aty brenda po e përdorin. Dhe ky është fakt, ky është mendimi im, unë nuk mund të them. Dritan Goxhai e njoh për një djalë guximtar, e njoh për një djalë nga rrjetet sociale, se s'kam një takim personal me të, thjesht me tjatin e tij kam patur komunikime në rrjetet sociale, kaq dhe deri aty. Por di të them që është një djalë ekselent, një djalë i përgatitur dhe një djalë trim. Dhe shumë e sedër dhe ajo sedër e bëri që shkoi dhe bëri atë gaf aty në ato 5 pikat e disa gjëra të tjera ta, dhe kjo është mendimi personal. Këtë disa mendje mykur e morën në qafë. Ky është mendimi për Dritanin. Duke parë protestën e cila gjendet në këtë fazë, si e shikoni ecurin e saj, deri ku mund të shkojë? Unë në një koment të një mikes time që më ka ardhur, kam komentuar në një postimin e fundit, i kam thënë që vaj vatani e mirë mileti, çnagjeti, në atë vend do fitojnë parazitët, pisat e maskarent, dhe në fund me gish në gojë do të mbeten emigrantët, fukarent dhe të varfrit e atij vendi. Ky është përfundimi im për atë protestë. Me atë që po shoh sot. Nuk e di ç'do të ndodhi nga nesër e tutje. Pra, sipas jush ka shumë pak gjasa që Edi Rama të rrezohet nga pushteti. Me këtë ecuri dhe me poezira dhe me arkivo landor e me ato që pame me torta, mua më duket një show që e kemi treguar kulturën që ne jemi më lart se europianët, më lart se çdo kush, nuk e vë askush në dyshim, por nga këtu e tutje nuk është koha më e poezive, nuk është koha më e fantazive, është koha e veprimit. Dhe revolucioni, që do t'ja përmend edhe atyre mendjen dritureve të partive të reja, që vetëm thresin revolucion dhe Shqipëri e re, se do të themi diçka për Shqipërinë e re, po pak më vonë, nëse koha na premton, do t'u them se me këtë ecuri më duket shumë e zyt. Dhe nuk do të flas më tepër, të hyj më thellë, sepse do filloj të paragjykohem dhe kam filluar të paragjykojnë jashtë mase, thonë jo s'të kanë dhënë vëmendje, jo njërën, jo tjetrën, dhe ti del dhe flet. Një gjë do ta them miku im gazetar, që to fjalët e mia, historia do t'i tregoj dhe do jenë xhevair që nga dita e tretë dhe deri në përfundimin e kësaj. Ky është fakt dhe çfarë kam thënë deri më sot ka ndalë si i kam parashikuar. Madje mbrëm një miku im nga Kosova më ka thënë Tiki, çfarë ke thënë deri më sot ka ndalë 1 për 1, sikur ti ke shkën ai truri që e di këtë gjë dhe jo parashikime. Kështu që unë e parashikoj shumë të zymt nëse nuk veprohet ndryshe. Sot për sot jemi në një rrugë pa dritë. Si e cilësoni termin që përdoret në protestë Shqipëria e re, mos ngjason me ato të kohës së enverizmit? Pikërisht këtë do të thoya, dhe unë kam bërë një postim për këtë dhe kam thënë që Shqipëria e re është një term, si i thëshim në kinostudio, Shqipëria e re, e tjera me radhë, mos i përmend. Dhe nuk e di se kush ai mendjen drituri që e nxorri këtë dhe shkuan dhe të tjerët e pasuan. Shqipëria e re ka filluar që në 1912 dhe nuk ka nevojë që të themi Shqipëria e re sot, sepse Edi Rama që ai që tha rilindja dhe e pam rilindjen, ne nuk do të shikojmë një rilindje tjetër si kjo rilindja e Edi Ramës, me këtë Shqipërinë e re dhe këty mendjen driturve, se ka goxha mendjen dritur aty që vjen njëri goshdën, tjetri patkuan dhe hajde gjeje se kush është në Albani në këtë mes. Venedik, duke qenë se sipas jush protestat ka shumë pak gjasa që ta rrëzojnë Edi Ramën, a mendoni se rrëzimi i tij mund vi nga Bashkimi Evropian, por më shumë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
që janë edhe aktorët kryesorë të mbështetjes së SPAK-ut, teksa në Shtetet Bashkuara të Amerikës njëri prej kongresmenëve ka kërkuar dhe një hetim lidhur me lidhjet e Shqipërisë me trafikun e drogës. Pikërisht këtu është dhe ngërçi më i madh që kjo qeveri stokulli sot e kësaj dite. Nëse SPAK-u do ishte në nivelin e duhur, nëse ndërkombëtarët do të tregonin nivelin e duhur dhe madje ministri i Brendshëm, ai jashtëm nëse gaboj, ka marrë dhe një pozicion as një hanës, as me protestuesit, as me pushtetin. Nëse më kujtohet ose më ndihmon nëse jam gabim. Para disa kohësh. Diku në ditën e 18 protestës ka dalë një deklaratë ministri i Brendshëm i jashtëm i Gjermanisë. Dhe ka thënë që ne nuk kemi punë të marrim në punët e brendshme të Republikës së Shqipërisë dhe smori kjo tregon që janë as një anës, as me njërin fjalë, as me tjetrën. Por unë di të them që ka krye diplomatët që kanë qenë të akredituar dhe pastaj do vi tek pyetja shumë e thellë, të akredituar në Tiranë para disa kohësh ta merrnin pjesë në çdo lloj tubimi dhe në çdo lloj proteste, kishin fjalën e tyre të parë të nesërmen e protestës apo të çdo lloj ngjarje që ndodhte. Ta kësaj radhe ja ka futur një gjumi dhe po zvajtet i ngreshtë thua shikoni se po vetë dita të ktheheni në shtëpi tuaj, ta as ngrihen fare. Kështu që mua më duket që këtu s'merr pjesë askush dhe më duket se këta i shkojnë në krah pushtetit të Edi Ramës dhe thonë mirë jemi aty si jemi, po ja dolën kryet dot këta që po protestojnë, mirë ne do vazhdojmë të ndjekim këta dhe ne do vazhdojmë ta ndjekim dhe ta përkrajmë Edi Ramën. Ky është mendimi im. Ta përkrajmë Edi Ramën, sepse kështu na shkon në përkrah, mund të marrim çdo lloj pjesë, çdo lloj toke të majme të atij vendi që na shkon për interesin ton, të vendit tyre apo dhe tyre dhe personale. Ndërsa për SPAK-un, unë do të thoja që SPAK-u po të kishte qenë aq vendimtar në krahun e shqiptarëve, kjo e Zbërnecit, Rjollit, në mamës të Kuksit, në të ngjin të Lezhës, e kështu me radhë shumë tjera, në Korçë, Pogradece, kudo, Vlorë, ku s'ka. Këta duhet i kishin marrë zvarr jo në burg, por për 24 orë, ta duhet i kishin neutralizuar sepse në një vend asnjë nuk është kundra investimeve në Shqipëri. Por nëse s'ka transparencë dhe çdo gjë bëhet në mënyrë të fshehtë, lepuri diku flet. Kështu që unë do thoya që SPAK-u ka qenë në gjumë dhe i ka vënë kapakun vetes në një farë mënyrë. Në këtë rast, si e shikoni rolin e diasporës dhe vetë emigrantëve, sa e kanë tronditur ata Edi Ramën? Po të marrë shkas protestat që ndodhin këtu në Gjermani, në Britaninë e Madhe, në Amerikë dhe kudo në Europë dhe në mbar botën, di të them që shqiptarët kanë një vullnet të papar për të patur një ndryshim rrënjësor në vendin e tyre, sepse e duan të drejtën, e duan të bukurën, e duan dhe më të mirë dhe për faktin se jemi dhe një popull punëtor dhe kemi treguar kudo që e duam më të mirën, di të them që nga diaspora vullneti është i pa imagjinueshëm, por do të ndalë në një aspekt. Dy herë diaspora ka ardhur me makina dhe ka dashur të bëjë të japë atë praninë e saj aty. Unë jam kategorikisht kundra kësaj, sepse atë unë nuk shlirohet duke ardhur me makina të shtrenjta dhe duke bërë show. Dhe në një farë kuptimi e kam thënë dhe do ta them në intervista të tjera, po dhe në rrjetet e mia sociale që ky është një show partijak i disa simpatizantëve që nuk nguroj dhe ta them të Adriatik Lapajt që të vetme gjë që ju pëlqen të bëjnë këtë është një show edhe asgjë tjetër. Me makina të shtrenjta, duke treguar që ne po vim, gjithaj argjim për çfarë? Dhe tek e fundit fare çfarë tregojmë mbrëm? Pikërisht mbrëm. Asgjë, rezultati zero. Dhe para disa ditëve, 10 ditëve më parë, çfarë tregoj? Rezultati prap zero. Asgjë s'ka ndryshuar. Madje më lejo të them dhe një diçka dhe po e mbyll këtu këtë pyetje. Mua po më kujton pak Lulbashën dhe Sali Berishën që dita e fundit, kilometri fundit, nesër pas nesër, 24, 34, 44 dhe kjo që është një maraton pa fund dhe asgjë në fund fare. Si i themi ne në Shqip dhe populloshe, një vrim nduj. Fernetik, si e shikoni përpjekjen e Edi Ramës për të bllokuar në kufi qytetarët e Kosovës që të vinë në Shqipëri për të protestuar
se ka pasur, raportohet se ka pasur vonesa dhe bllokime deri diku në kufi sa i përket hyrjes së qytetarëve të Kosovës, pra shqiptarëve të Kosovës për të protestuar në Shqipëri. Unë do të thoja diçka si advetar, si shqiptar, që është e papranueshme që t'i vesh në kufi vëllezërve Dardan, qofshin ata nga Ilirida, qofshin ata nga Malizi dhe nga Do, qofshin ata që vinë nga vende të tjera si emigrant, por jo vetëm. Është e papranueshme që një shtet demokratik, se paqet në thonjza si shtet demokratik dhe një vend ku është antar për në Bashkimin Evropian, nuk ma ha mendja që do ta bënte një vend ka një demokraci të konsoliduar, i vinte ndalesa çdo qytetari që do të hynte në Republikën e Shqipërisë, pa ditur se çfarë pikpamje apo çfarë piksynimi ka ai. Çdo qytetar ka të drejtë të ndërhyjë, të hyjë në Republikën e Shqipërisë, qoftë për turist, qoftë për të demonstruar, qoftë për gjithçka. Atje ti do ta neutralizosh nëse ai është i gabuar apo po bën një veprim që është kundra ligjit. Është për mendimin tim është kategorikisht e gabuar. A mendoni se diaspora mund t'jap një kontribut shumë herë më të madh, duke qenë se është dhe e pavarur në një farë mënyrë nga interesat caktuara siç janë shqiptarët brenda Shqipërisë? Diaspora unë do të thoja që sot për sot është motorri më i fuqishëm i ekonomisë shqiptare, që mban Shqipërinë këmbë. Pikërisht nga kjo do të nisem që do të them se diaspora do jetë ajo që do t'i japi zgjidhje dhe kësaj krize politike që tashmë ka hyrë vendi këtu një muaj e ca, dhe besoj këtu tek fuqit për faktin se kam dhe komunikimet, sigurisht që kam dhe me Tiranën, por dhe me miq të diasporës, intelektual, biznesmen, të cilët gjithmonë kontaktoj, madje unë kam qenë dhe me shumë nga këta në Tiranë, ditë them që vetmja gjë që mund t'i japi zgjidhje kësaj situate dhe ta çojë Shqipërinë drejt një rruge dritë gjatë është vetëm diaspora dhe një njeri i mirë informuar, i mirë shkolluar mund ta drejtojë vendin si kryeminist apo si president, sepse vetëm ai atë ndjen dhimbjen atë dheut dhe vendit ku kanë lindur të parët e tij. Po si mendoni, pse emigrantët nuk vinë në Shqipëri të ngulen këtu derisa të largohet Edi Rama? Jam dakord me ty dhe duhet që të ketë një organizim midis, sepse ne shqiptarët jemi edhe pak kryenexër dhe këtu nis dhe e gjithë çudia se ne themi si kush unë kam malin më të lartë, ai tjetri më të lartë e kështu me radhë dhe mundojmë të gjejmë kush ka malin më të lartë të malit këtu. Por unë do doja që të gjithë qytetarët emigrantë të Republikës Shqipërisë që ndodhen në vendet respektive, qoftë në Gjermani, në Amerikë, qoftë në gjithë Austri, Zvicër e kështu me radhë, do doja që të ulen dhe të diskutojnë së bashku për të gjetur një zgjidhje dhe mua personalisht si Benetik Hoxhallari, di të them që unë mund ta lë punën edhe 2 muaj, se kam problem fare. Jam i aftë ta mbroj ekonomikisht familjen dhe veten time dhe të jem aty në shesh edhe për 2 muaj. Por ajo që më bën është sepse dhe organizatorët e kësaj proteste duhet të jenë akoma më tolerues me diasporën. Tani, çfarë piksynime ke ti si drejtues, është e drejta jote, unë nuk jam as shpirtin tënd as mendjen tënde. Dhe këtu nuk po flas për ty se po flasim kështu në mënyrë personale për drejtues asaj proteste. Duhet i lënë të flasin lirë. Çdo kush, përderisa flasim në një protestë paqësore, çdo kush do të japi mendimin e lirë. Dhe në momentin që ti shkon dhe bllokon mikrofonin dhe bën pjesë tënden dhe thua ti do flasësh ti do flasësh te, ne aty do flasim dhe për Izraelin, dhe për Palestinën, dhe për të mirat, dhe për të këqijat. Tek e fundit fare, një gjë do të them si shqiptar. Ne kemi një traditë në tavolinën tonë, në sofrën tonë do të flas me shqip, mund të ulet izraeliti, amerikani, italiani, gjermani, po do ulet në kushtet e shtëpisë time, jo si do ai. Në sofrën time jam unë zotri dhe ti do të dëgjosh e sapet e shtëpisë time si i kam unë dhe do hash atë që ka vënë në sofër, dhe jo atë që do ti.